Një 19 vjeçar është arrestuar në flagrancë nga policia e Shkodrës pasi u kap duke qarkulluar me armë zjarri pa leje gjatë orëve të natës. Në pranga ka rënë shtetasi Bajram Hoxha, ndërsa një 29 vjeçar është proceduar në gjendje të lirë për mos kallëzim krimi. Sipas burimeve zyrtare, shërbimet e forcës së posaçme Shqiponia, në vijim të kontrolleve për parandalimin e armbajtjes pa leje, ka ndërhyrë pas mesnate në lagjen Guerile. Gjatë patrullimit, efektivët kanë konstatuar 2 shtetas, të cilët janë larguar me vrap sapo kanë vënë re praninë e policisë. Pas ndjekjes, uniformat blu kanë bërë të mundur ndalimin dhe kontrollin fizik të 19 vjeçarit, të cilit ju gjet një armë zjarri pistolet, municion luftarak, si dhe një mjet prerës thik. Të gjitha këto sende janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Në vijim të veprimeve procedurale, specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Shkodër bën arrestimin e të riut, ndërsa shtetasi tjetër, me inicialet E.Q, 29 vjeç, u procedua në gjendje të lirë për veprën penale mos kallëzim krimi. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së juridiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.